Një ngarkesë kafeje e Prince Cafe, prodhimi grupit Devoli me origjinë nga Kosova, u ndalua në kufirin kroat dhe u shkatërrua pas analizave laboratorike, që zbuluan nivel të lartë akrilamidi, një substancë e njohur drejt për drejt me rrezikun kancerogjen, duke detyruar autoritetet kroate të aktivizojnë mekanizmin e alarmit të Bashkimit Evropian dhe ta regjistrojnë rastin në sistemet zyrtare të RASFF si rrezik serioz për shëndetin publik. Analizat e kryera më 11 dhjetor 2025 treguan se 746.3 mikrogram akrilamid për kilogram kafeje, gati 2 fish mbi kufirin maksimal të lejuar nga legjislacioni evropian, i cili vendos pragun në 400 mikrogram për kilogram, çka përbëhen nuk përbën thjesht një shkelje teknike, por një sinjal për dështim të kontrollit industrial në procesin e pjekjes dhe prodhimit. Autoritetet nuk lejuan që produkti të hynte në treg, e mbajtën në nvul doganore dhe urdhëruan asgjësimin e tij, duke e trajtuar si mall me rrezik për konsumatorët, ndërsa njoftimi i Komisionit Evropian mbetet publik dhe i aksesueshëm, si dokument zyrtar i një rasti që përfshin një nga markat më të njohura të kafes në rajon. Prince Cafe ndërtohet prej vitesh si simbol cilësie, eksporti dhe suksesi industrial, por ky episod nxjerr në pa një kontrast të fortë mes imazhit tregtar dhe realitetit të verifikuar në laboratoret e BE-s, sepse akrilamidi nuk është ndotje aksidentale apo gabim paketimi, por produkti drejt për drejt i procesit të pjekjes në temperatura të larta, proces që kontrollohet plotësisht nga prodhuesi. Pikërisht këtu nis pyetja që shtrihet përtej kufirit kroat dhe arrin drejt për drejt në Shqipëri, pasi Prince Cafe Tiranë furnizohet nga i njëjti burim prodhimi në Kosovë dhe shpërndan kafe në 10 bare, restorante dhe pika tregtare, pas një transparencë publike mbi seritë e prodhimit, analizat laboratorike apo mekanizmat e vetkontrollit për një substancë që BE-ja e konsideron me rrezik të lartë. Devoli Group nuk ka sqaruar nëse ngarkesa e kaluar në Kroaci përket një sasie të izoluar apo një cikli më të gjerë prodhimi. Nuk ka njoftuar tërheqje produktesh nga tregjet ku Prince Cafe shitet lirshëm dhe nuk ka publikuar rezultatet e analizave të brendshme për akrilamidin, duke zgjedhur heshtje në një moment kur transparenca është detyrim dhe jo zgjedhje. Në këtë kontekst, shqetësimi nuk lidhet vetëm me një refuzim kufitar, por me një problem të mundshëm të shtrirë në treg, sepse BE-ja ndalon dhe shkatëron një produkt për rrezik shëndetësor dhe lind natyrshëm dyshimi se çfarë ka ndodhur me të njëjtin produkt që ka kaluar pa pengesa drejt Shqipërisë dhe nuk ka përfunduar në filxhanët e konsumatorëve. Institucionet shqiptare të sigurisë ushqimore deri tani nuk kanë reaguar publikisht, nuk kanë njoftuar kontrolle shtesë dhe nuk kanë sqaruar nëse kanë verifikuar seritë e Prince Cafe që qarkullojnë në Tiranë, ndërkohë që rasti i regjistruar në Bruksel është një fakt zyrtar dhe i dokumentuar. Në fund, kontrasti mbetet i fortë dhe i pakëndshëm, sepse një produkt që në BE cilësohet rrezik serioz për shëndetin publik, në Shqipëri vazhdon të shitet normalisht, pa paralajmërim dhe pa llogaridhënie, duke e kthyer çështjen e Prince Cafe në një problem teknik, në një provë konkrete të mënyrës se si funksionon ose dështon mbrojtja e konsumatorit në rajon.